Mujahidi, Allahu e mëshiroft, një prej dietarëve të tefsirit, thotë që Lejletul Qadri khairun min alfi shahr, lejse fi tilka shuhuri Lejletul Qadr. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj, thotë, muaj në të cilët nuk gjendet nata e Kadrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në thotë një hadith, innal malaikata tilka al-lejla aktharu fil ardi min adad al-hasa. Në atë natë, pra në natën e Kadrit, numri i melajkeve që gjenden në tokë është më i madh se sa numri i guralecëve, pra që janë në tokë. Aq i madh është numri i melajkeve në natën e Kadrit. Në këtë natë mbizotron paqja edhe qetësia dhe e keqja nuk gjen vend në atë natë. Po ashtu Allahu azza wa jall këtë natë, nëse muslimani falet në këtë natë, e ka bërë sebeb që më fal gjunahet. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, men qama lejletul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai cili fal në natën e Kadrit, duke besuar tek Allahu azza wa jall dhe duke shpresuar tek shpërblimi i tij, Allahu azza wa jall i fal atij gjunahet e mëparshme. Kjo gjithmonë kur muslimani i largohet gjunaheve të mëdha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka orientuar se ku me kërku për këtë natë, kur është kjo natë. Ka thënë taharru lejletul qadri fil 10 al-awakhir min Ramadan. Kërkojeni natën e Kadrit në 10 netët e fundit të Ramazanit. Fshehja kësaj nate, pse është fshehja kjo natë? Pse na nuk e dina i cila është urtësia që na nuk e dina këtë natë? Urtësia është që muslimani me i shtu adhurimet. Me ishtu adhurimet ndaj Allahut azza wa jall në komplet 10 netëqin e fundit. Sepse është finishi i Ramazanit, është afro fundi i Ramazanit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë innamal a'malu bil khawatim, me të vërtetë që veprat janë si mas përfundim. Me të vërtetë që ky muaj, pra muaji i Ramazanit ju po ardh. I drejtohet sahabeve, shokëve të tij të nderuar. Fa wa fihi lejletun khairun min alfi shahr. Edhe në këtë muaj ka një natë e cila është më e mirë se 1000 muaj. Vazhdon të thotë men hurimaha faqad hurima al-khayra kulluhu. Ai i cili privohet nga kjo natë, me të vërtetë që është privuar nga komplet e mira. Wala yuhramu khayraha illa mahrum. Edhe nuk privohet nga e mira e kësaj natë vetëm se ai i cili është fatkeq, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiallahu anha e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam edhe i tha, o i dërguari i Allahut, i tha, nëse unë arri këtë natë, çfarë them? Çfarë më tha? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, quli, thuaj, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, me të vërtetë që ti je falës, e do në faljen, prandaj më fal mua. Ne ta shtoj muslimani përnderisë ndaj Allahut azza wa jall. Ti kthehet Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse është koha më e mirë muslimani mund të bëjë kthes për mirë tek Allahu azza wa jall. Edhe pse Allahu azza wa jall e pendon pendesën e njeriu kur do, derisa vjen shpirti me dalë, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe po ashtu ka thënë kullu ibn adam khata wa khairul khata'in tawwabun, se cili njeri biri i Adamit është gabimtari më i mirë është ai i cili i kthehet Allahut azza wa jall me pendim. Po ashtu Allahu azza wa jall në thot në Kur'an, qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Thuaj, o ju robërit e mi të cilët e keni kaluar cakun duke shkel kufit, pra kufit e Allahut azza wa jall. Mos e humni shpresën prej mëshirës së Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, me të vërtetë që Allahu i falë të gjunahet. Innahu huwal ghafurur rahim, me të vërtetë që ai është falës edhe mëshirëplot. E Allahu subhanahu wa ta'ala jo vetëm që e pranon pendimin e njeriut, por se edhe i gëzohet me pendimin e njeriut kur pendohet dhe kthehet tek Allahu azza wa jall. Të gjitha falënderimet janë për Allahun azza wa jall. Atë falenderojmë dhe vetëm për tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu subhanahu wa ta'ala prej vehteve tona dhe prej punëve tona të këqija. Atë të cilin Allahu e udhëzon nuk ka se kush e humb,
dhe atë të cilin ai e humb nuk ka se kush udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë vetëm se Allahu Azza wa Jall, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Xhamat i nderuar, Allahu subhanahu wa ta'ala është ai i cili krijon edhe përzgjell siç don, siç ka thënë në Kur'an, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dhe Zoti jot krijon çfarë don dhe zgjell djerisht siç ai don. Allah subhanahu wa ta'ala i ka dallu me karakteristika dhe veçori të veçanta disa kohë për disa kohë të tjera, disa vende për disa vende të tjera. E po dyshim që kjo është shenjë prej shenjave të mbizotërimit të absolut të Allahut Azza wa Jall dhe zotërimit të tij. Ai është një edhe i vetëm dhe sundimin e tij nuk e ndan me askën. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahu al-kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim." Falënderimi i qoftë Allahut, i përket vetëm Allahut, Zotit të qiejve dhe Zotit të tokës, Zotit të gjithësisë. Atij i përket komplet madhështia në qiej e në tokë, ai është i plot fuqishëm dhe i urtë. Në këtë kontekst Allahu Azza wa Jall muajin e Ramazanit e ka dallu në krahasim me muajt e tjerë, nuk e ka bua një lloj, e ka bua të veçantë, duke i dhënë disa vlera, disa veçori, disa karakteristika të cilat e dallojnë nga muajt e tjerë. E për këto karakteristika kena folë në disa hutbe të kaluara. Porse po ashtu Allahu Azza wa Jall ditët edhe netët e këtij muaji nuk i ka bërë të barabarta, nuk i ka bërë të njëllojta. 10 netësh në fundit në të cilin na kena hi, 10 netësh në fundit të Ramazanit, Allahu Azza wa Jall e ka veçuar me disa veçori dhe karakteristika të veçanta. E netët e këtij muaji janë edhe më të mira se sa 10 netët e para të Dhulhijhes, siç citon Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. E mes këtyre 10 netëve, Allahu Azza wa Jall ka përzgjedhur një natë. E ka përzgjedhur një natë e cila është një natë madhështore, është nata e Kadrit, një natë e cila është më e mirë se sa 1000 muaj. Një natë në të cilën Allahu Azza wa Jall zgjodhi që me fillu zbritja e Kur'anit. E veçoi me fillimin e zbritjes së revelatës finore, të shpalljes finore të Kur'anit famlar. Inna anzalnahu fi lejlatil qadr, thot Allahu Azza wa Jall. Me të vërtetë që na fillu me zbritjen e Kur'anit natën e Kadrit. Ky Kur'an, i cili është fjala e Allahut Azza wa Jall, i cili është udhërrëfyesi i të dy voçëve, është dallues i të vërtetës nga e kota, është dritë, udhëzim dhe mëshirë për mbar krijesat. Allahu subhanahu wa ta'ala në lidhje me këtë gjë thot: Inna anzalnahu fi lejlatin mubarakatin inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Me të vërtetë që ne filluam zbritjen e Kur'anit në një natë të bekuar, pra në natën e Kadrit. E ne kemi qenë gjithmonë paralajmërues. E në këtë natë vendoset çdo punë e urtë, çdo çështje e urtë me urdhrin tonë, thot Allahu Azza wa Jall. E kjo natë është një natë madhështore, nata e Kadrit. Një natë e mbushur me begati e me mirësi nga Allahu Azza wa Jall. Një natë e vetme që është më e mirë se 1000 muaj, të cilat janë të barazëvleshme me 83 vite e plotësuar të jetës së njeriu. Gjë e cila është e barabartë me komplet jetën e një njeriu. Imagjinojmë sikur Allahu Azza wa Jall t'ia ketë shkruar një muslimanit që mu fal në këtë natë, atij i njehet sikur komplet jetën e tij gati të jetë duke u falë për Allahun Azza wa Jall, për atë që e përjeton me adhurim dhe bindjen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mujahidi, Allahu e mëshiroft, një prej dietarëve të tefsirit, thotë që Lejlatul Qadri khairun min alfi shahr, lejse fi tilka shuhuri Lejlatul Qadr. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj, thot, muaj në të cilët nuk gjendet nata e Kadrit. Në këtë natë shtohet begatia e Allahut Azza wa Jall, bashkë me të zbresin, me mëshirën e Allahut Azza wa Jall zbresin edhe mbushet toka me melaiket, me angjëjt e Allahut subhanahu wa ta'ala.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në thot një hadith, innal malaikata tilka al-layla aktharu fil ardi min adad al-hasa. Në atë natë, pra në natën e Kadrit, numri i melajkeve që gjenden në tokë është më i madh se sa numri i guralecëve, pra që janë në tokë, aq i madh është numri i melajkeve në natën e Kadrit. Ashtu siç ndodh kur përmendet Allahu Azza wa Jall, kur lexohet Kur'ani, kur muslimanët mledhen me përmend Allahun subhanahu wa ta'ala, angjëjt i rrethojnë ata e bashkë me të zbret mëshira dhe qetësia. Në këtë natë, në natën e Kadrit, zbret paqja edhe qetësia. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an, salamun hiya hatta matla'il fajr. Paqja, thot Allahu Azza wa Jall, është ajo natë deri në agim, derisa të vi agimi. E pra kjo natë, në këtë natë mbizotron paqja edhe qetësia dhe e keqja nuk gjen vend në atë natë. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Në këtë natë vendoset çdo punë dhe çdo çështje urtë, caktohet çdo çështje urtë me urdhrin e Allahut Azza wa Jall. E pra caktohet fati i krijesave, i njerëzve, i krijesave deri në vitin tjetër, deri në natën tjetër të Kadrit. E kjo ndodh sipas caktimit të Allahut Azza wa Jall, e këto për qëllim caktimi vjetor, sepse caktimi i Allahut Azza wa Jall është disa llojesh. Caktimi i përgjithshëm është ai caktimi që Allahu Azza wa Jall i ka shkruar caktimet e krijesave 50.000 vjet para se me u kriju qiejt dhe toka, siç na tregon profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë, ka caktuar fatet e krijesave deri në ditën e gjykimit, ndërsa këtu bëhet fjalë për caktimin vjetor. Caktohen punë që ka menduar deri në vitin tjetër. Po ashtu Allahu Azza wa Jall këtë natë, nëse muslimani falet në këtë natë, e ka bërë sebeb që mi u falë gjunahet. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, men qama lejlet al-qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ai i cili falet në natën e Kadrit, duke besuar tek Allahu Azza wa Jall dhe duke shpresuar tek shpërblimi i tij, Allahu Azza wa Jall i fal atij gjunahet e mëparshme. Kjo gjithmonë kur muslimani i largohet gjunaheve të mëdha. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، pra xhamati dhe nata e Kadrit gjendet në muajin e Ramazanit dhe në 10 ditët e fundit të këtij muaji. Allahu Azza wa Jalla si thame, ka thënë në Kur'an, inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Me të vërtetë që na kemi zbrit, kemi filluar zbritjen e Kur'anit në natën e Kadrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka orientuar se ku me kërku për këtë natë, kur është kjo natë. Ka thënë taharru lejlatul qadri fi al-ashr al-awakhir min Ramadan. Kërkojeni natën e Kadrit në 10 netët e fundit të Ramazanit, të profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me kërkimin e kësaj nate, Ibn Hajeri në një prej librave të tij, Fathul Bari, thot në temën kërkimi i natës së Kadrit në netët teke të 10 netës së fundit të Ramazanit, thot masi bjen disa mendime dietarësh se kur është nata e Kadrit, dietarët kanë diskutuar në lidhje me këtë gjë. I bjen këto mendime të dietarëve, thotë mendimi më i saktë është ajo që është në 10 netën e fundit të Ramazanit, në netët teke, pra në natën 21, 23, 25, 27, 29. Edhe kjo, thot Ibn Hajeri, lëviz kjo natë, për një vitit në vitin tjetër. Nëse në një vit është natën 27, në vitin tjetër lëviza është në një natë tjetër. Lëviz nuk rrin stabil në një natë. Edhe kjo është ajo që na nxjerrim në përfundim nga përmbledhja e argumentave, thot Ibn Hajeri. Po ashtu Imam Nevaviu ka thënë, Allahu mëshiroft, që shumica dietarëve mendojnë që kjo natë është në 10 netën e fundit të Ramazanit edhe nuk dihet se kur është ajo natë dhe kjo natë shpërngulet lëviz. Në lidhje me ato hadithet që kanë ardhur disa hadithe ku na tregojnë që kjo natë ka qenë në X natë apo në Y natë, ne kanë një natë të caktuar, Ibn Hajeri tregon edhe thotë që ka qenë për atë vit.
Ka qenë për atë vit dhe jo për të gjitha vitet në vijim. Por se ka një urtësi, fshehja kësaj nate, pse është fshehja kjo natë? Pse na nuk e dina i cila është urtësia që na nuk e dina këtë natë? Urtësia është që muslimani me i shtu adhurimet, ndaj Allahut Azza wa Jall në komplet 10 neçin e fundit. Sepse është finishi i Ramazanit, është afër fundi i Ramazanit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë innamal a'malu bil khawatim, me të vërtetë që veprat janë si mas përfundimi. Duke shpresuar se muslimani që është një prej këtyre netëve, ai është në leximin e Kuranit, është në lutjen ndaj Allahut Azza wa Jall, është në namazin, është në bamirësinë, i shton veprat e mira në përgjithësi. Edhe tu qarta ziden pa, ai muslimani i cili është i kujdesshëm në lidhje me raportin e tij kundrejt Allahut Azza wa Jall, në kundërshtim atë muslimani i cili është dembel, edhe i shkujdesur ndaj adhurimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse musliman kishin me i fokusuar tana energjitë e tyre, fuqitë e tyre që me adhuru Allahun Azza wa Jall në një natë të vetme, atëherë kishte me humba i motivimi që me adhuru Allahun Azza wa Jall edhe në netët e tjera. E muslimanit i takon me kërku natën e katërt, në këtë 10 netësh të fundit, që me arrit mirësitë e Allahut Azza wa Jall dhe begatitë e tij që ka përgatitur për robërit e tij. E me të vërtetë që ai që privohet prej kësaj nate është me tamam fatkeq. Është realisht është fatkeq sepse ka humbur një mirësi të madhe prej Allahut Azza wa Jall. Si nuk ka me kënë fatkeq ai person që nuk e ka shfrytzuar këtë natë për të liruar nga barra e gjunaheve, porse vazhdon edhe iman mi supet e tia duke i shkel caqet e Allahut Azza wa Jall si shkak i neglizhencës së tij dhe mos interesimit. Shpërblimi i madh e kanë aty në musliman të cilët tregohen të vëmendshëm në adhurimin e Allahut Azza wa Jall dhe garimit për veprat e mira në këtë 10 netësh të fundit. Kjo natë është një natë më e mirë se sa një muj. Ai që e humb këtë natë, sikur ta dinte që ka humb me tamam që kishte më mërzit. Qose njëri nuk fiton shpërblimet e Allahut Azza wa Jall në këtë natë kur ka me i fitu. Qose nuk kthehet për tek Allahu Azza wa Jall në këtë natë kur ka për të kthyer. Nëse tregohet neglizhent dhe i shkujdesur, kur ka me vepru vepra të mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë gjë, më thotë një hadith, inna hadha ash-shahr qad hadarakum. Me të vërtetë që ky muaj, pra muaji i Ramazanit, ju po ardh. I drejtohet sahabeve, shokëve të tij të nderuar. Thot wa fihi lejletun khairun min alfi shahr. Edhe në këtë muaj ka një natë e cila është më e mirë se 1000 muaj. Vazhdon e thot men hurimaha faqad hurima al-khayra kulluhu. Ai i cili privohet nga kjo natë, me të vërtetë që është privu nga komplet e mira. Wala yuhramu khayraha illa mahrum. Edhe nuk privohet nga e mira e kësaj nate vetëm se ai i cili është fatkeq, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili arrin këtë natë është e pëlqyeshme që me i shtu lutjet e Allahut Azza wa Jall, me i kërku Allahu subhanahu wa ta'ala gjanat e cilat lidhen me këtë botë edhe me botën tjetër, mirësi të cilat lidhen me këtë botë dhe mirësi të cilat lidhen me botën tjetër. Aisha radiallahu anha e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut", i tha, "Nëse unë arri këtë natë, çfarë them? Çfarë më thon?" Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Quli, thuaj, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Allah, me të vërtetë që ti je falës, e don faljen, prandaj më fal mua. Në këtë natë që thamë përcaktohet fati i krijesave deri në vitin që pason. Ai njeri për të cilin caktohet që ka me kënë fatlum, ka me pas fat në fejnë e vetë, ka me kënë i uzum për tek Allahu Azza wa Jall, edhe ka me pas mirësi në këtë dunja, me të vërtetë që ai është fatlum. I tregon muslimanit që me që në këtë natë caktime deri në vitin tjetër,
duhet një lutë Allahut azza wa jall për mirësitë e kësaj bote dhe në botën tjetër. Për mirësitë e kësaj bote dhe në botën tjetër. Në kjo natë ka shenja, ka disa shenja të caktuara që janë transmetuar në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kërëshaja dhe saj është në ditën e vijuese dielli lind pa rreze. Edhe drita e tij është e kuqe e zbeht. Dhe po ashtu nata e Kadrit është një natë e cila është as e nxehtë dhe as e ftohtë, është mesatare. Dhe muslimani duhet të bëjë çmas që me përfitu prej begative të kësaj nate, duke u kujdes për me fal namazin vullnetar, namazin e natës, kurse para se me fal namazin e natës duhet me u kujdes me fal namazin që Allahu azza wa jall i ka bë obligim atij 5 herë në ditë. Sepse ajo është, kena thënë, është ABC-ja e Islamit. Po ashtu duhet me dhanë sadaka, me dhanë lëmosh, duhet me u lut Allahut subhanahu wa ta'ala. Agjërimin e tij në këtë 10 në të fundit mos ta përzin me vepra të ulta, me fjalë të ulta, me gjeste të ulta, por se të jetë një agjërim i plot, një agjërim siç i takon besimtarit të Allahut azza wa jall. Me të ashtoj muslimani pëndesën ndaj Allahut azza wa jall, t'i kthehet Allahut subhanahu wa ta'ala. Sepse është koha më e mirë muslimani mund të bëjë kthes për mirë tek Allahu azza wa jall. Edhe pse Allahu azza wa jall e pendon pendesën e njeriu kurdo, derisa vjen shpirti me dalë, siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Edhe po ashtu ka thënë kullu ibn Adam khata wa khairul khata'in tawwabun, se cili njeri biri i Adamit është gabimtari më i mirë është ai i cili i kthehet Allahut azza wa jall me pendim. Po ashtu Allahu azza wa jall në thot në Kur'an: "Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Thuaj, o ju robërit e mi të cilët e keni kaluar cakun duke shkel kufit, pra kufit e Allahut azza wa jall. Mos e humni shpresën prej mëshirës së Allahut. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, me vërtet që Allahu i falë të gjunahet. Innahu huwal ghafurur rahim, me vërtet që ai është falës edhe mëshirë plot. E Allahu subhanahu wa ta'ala jo vetëm që e pranon pendimin e njeriut, por se edhe i gëzohet me pendimin e njeriut kur pendohet dhe kthehet tek Allahu azza wa jall. Prandaj le të shtojmë istighfarin, kërkimin e faljes ndaj Allahut azza wa jall në këto 10 net të begata. Po ashtu për veprave që muslimani mund të bëjë në këto net është edhe leximi i Kur'anit, i fjalës së Allahut azza wa jall me meditim, duke meditu në këto ajete të cilat kur lexohen Allahu azza wa jall bën shkak që mu rrit imani i njeriu. Imani i njeriu, besimi i njeriu rritet në kohë disa shkaqe. Një në shkaqet është i thot Allahu azza wa jall për besimtar: "Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana." Edhe ato kur i lexojnë pra ajetet e tij të Allahut azza wa jall, lexojnë Kur'anin, i shtohet aty në imanin, sepse imani i njeriu nuk rrin stabil, kurse ose ngrihet ose ulet. Muslimani duhet me u përkushtu në këtë sezon të begatshëm me arrit imanin e tij. Ne lutim Allahun azza wa jall që në këtë 10 ditë fundit me na e mundsu me arrit natën e Kadrit, me arrit jo vetëm me arrit, por se edhe me na gjet Allahu azza wa jall në këtë natë duke ju përkushtuar atij madhurim, duke ju lutur atij, duke ju fal atij, duke bërë vepra të mira që e kënaqin atë në mënyrë që me kanë fatlume o me në nxjerr Allahu azza wa jall faqe bardhë në ditën e gjykimit. Në përfundim Allahu azza wa jall na kordhumar salavatin profetin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima." اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.